Sot ndodhemi në Durrës, në zonën më historike të qytetit, bashkë me Senadën, të cilën e keni parë këto muaj në për protesta, duke kundërshtuar projektin e rijetëzimit të kësaj zone në qytetin e Durrësit. Atëherë do dojem ta nisnim pak me historinë e kësaj zone ku jemi ne tani. Zona për të cilën ne dhe projekti e ka marrë në dorëzim dhe për të cilën po flasim është zona historike, është qendra historike e qytetit të Durrësit. Ju mund ta shikoni mjaft mirë që anash janë muret rrethues dhe në fund është torra. Brenda mureve rrethues, kjo na indikon që në këtë qytet ka shtëpitë që janë ngjitur me murin, do të thotë që ky qytet ka pasur vijimësi. Pra këto mure dhe këto shtëpia kanë qenë gjatë gjithë kohës ekzistuese, nuk janë ndërtesa të ndërtuara më mbrapa. Është muaj 7 pothuajse i protestës. Pyetja ime është si u organizuat me njëra tjetrën. Domethënë një ditë bukur vjen një person dhe thonë shikon se unë këtë shtëpinë tante dua ta bëj lulishte. Mund të vjen të troket në derë dhe të thotë tani merr plaçka dhe ik. Kjo na ka indinjuar shumë dhe nuk mund të ishim dakord me këtë. E nisëm bashk, u grumbulluam, protestat e para kanë qenë le të themi kështu me një lloj iniciative disi naive, por edhe me këmbëngulje që ne nuk mund të pranojmë. Ishim shumë pak veta, sepse ende nuk ndoshta një pjesë e mirë e banorëve nuk jetojnë dhe jashtë. Ne jemi kapur aty, kemi bllokuar rrugën. Ne gratë, gocat e këtij komuniteti. Nuk e di, ndoshta kemi më forcë të brendshme kundrejt padrejtësive. Mendoj se jemi më të forta. Do doja thjesht një mesazh nga ty për gjitha ato gra që sot mbase kanë probleme të tilla edhe me pronat. S'keni frikë, çfarëdo lloj tentative për t'ju intimiduar, jeni të sigurta për veten tuaj, bëni shembull për fëmijët tuaj, për gjithë rrethin që ju shoqëron dhe për gjithë njerëzit që ju shikojnë me një lloj admirimi apo vlerësimi. Bëuni bashkë dhe mos keni frikë. Rita, ti ke qenë zëri i protestës së Durrësit. Çfarë të bëri të revoltohesh kaq shumë? Po, zëri kam qenë, do jem, derisa të jem me këmbë në tokë vetë. Më bëri të revoltohem se është i padrejtësi shumë e madhe që po më bëhet mua dhe shumë qytetarëve. Më the një shprehje para se të nisnim filmimin që lindëm në Durrës, po nuk po na lën të vdesim në Durrës. Kam lindur në Durrës. Kam 3 vajza të shkëlqyera, kam 7 i përmbesa. Tashi vajzat nuk i largova në emigrim, po na le të vdesim në Durrës. Çfarë mendon kur shkon protestë për shembull? Me shpirt, mbroj shpindime edhe shtëpitë e komshive të mi. A ke menduar kështu në rinën tënde që 74 vjeç do kishe një betejë kaq madhe tani? Kur nuk e kisha menuar, për Zotin kur nuk e kisha menuar këtë gjë që do vinte në këtë moshë. Po ja që mbori Zoti fort dhe po e përballoj. Tani unë doja dhe një thirrje nga ty për të gjitha ato gra në çdo cep të Shqipërisë që po luftojnë për pronën e tyre, për ujin e tyre, për tokën e tyre. Forca e gruas është më e madhe se e burrave. Në rjoll i ke pa gratë edhe gocat si luftojnë, ashtu duhet të luftojnë dhe këtu në Durrës. Mos rinë tu pa telenovela në shtëpi, po të dalin të kërkojnë të drejtat e tyre. Sot më raplani mua, nesër i bie pallateve. Duhet jenë të bashkuar për një qëllim.